Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një menu për iftar me receta të thjeshta, të cilat unë i kam përgatitur për familjen time dhe sot po sjell si ide që edhe ju të mund të përgatisni për familjet tuaja. Recetat që do të shikoni në këtë video janë receta të thjeshta me shumë pak punë dhe përgatiten shumë kollaj dhe mbi të gjitha në fund fare dalin shumë të shijshme. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim do të përgatisim supën që na duhet për iftar. Në këtë video unë kam përgatitur një supë me thjerza dhe patate. Del me të vërtet një supë shumë e shijshme, do shumë pak përbërës dhe fare pak punë. Për supën, në një tenxhere ku kemi hedhur pak vaj ulliri ose vaj gjelle normal, unë kam shtuar një kokur qep të prerë imët. Më pas, qepën e kaurdisim për rreth 1 minutë në zjarr mesatar dhe kur qepa është zbutur mjaftueshëm, në tenxhere do të shtojmë 2 patate mesatare të prera në kubik dhe 1 karrotë të prerë në kubik gjithashtu. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas në tenxhere do të shtojmë edhe thjerzat. Thjerzat në këtë rast janë thjerzat të kuqe, të cilat më parë i kemi larë dhe i shtojmë në tenxhere. Kam përdorur rreth 1 gotë me thjerza. Të gjithë përbërësit i trazoni mirë. Më pas do të shtojmë në tenxhere ujin që na duhet për zierjen e supës dhe gjithashtu nëse doni mund të shtoni krip ose mund të shtoni nga këto erëzat e posaçme që përdoren për përgatitjen e pilafit apo të suprave të ndryshme. Tani supën do ta lëm të ziej për të paktën 15 ose 20 minuta ose derisa të shikoni që edhe perimet janë zbutur mjaftueshëm. Kur supa ka zier ashtu siç duhet, supën mund ta kaloni në frulator ose edhe në një blender dhe më pas të gjithë supën e fruluar e kalojmë sërish në tenxhere. Dhe tani supën e keni gati. Përpara se kjo supë të serviret në tavolinë, sipër shërbehet me gjalpë të shkrirë, me piper të kuq, një lugë gjelle me mëndërs ose nenexhik ose nane si quhet ndryshe dhe pak piper të zi. Supën e keni gati, mund të përgatisim recetat e tjera. Tani do të filloj me përgatitjen e pilafit. Për pilafin në një tenxhere ose në një tigan mund të shtoni 2 lugë gjelle me vaj dhe 1 lugë gjelle me gjalpë. Kjo pasi e bën pilafin më të shkrifët. Më pas në tenxhere do të shtojmë edhe 1 gotë të vogël çaj me makarona të holla ose nga këto makaronat e posaçme që përdoren kur bëjmë pilaf ose edhe kur bëjmë supë. Nëse nuk keni nga këto makarona, nuk ka problem fare, mund të hidhni direkt orizin. Do t'u japim një skuqje të lehtë makaronave derisa të fillojnë të ndryshojnë ngjyrë, të bëhen pak në ngjyrë kafe të lehtë dhe në këtë moment në tigan do të shtojmë edhe orizin. Në këtë rast un kam përdorur 2 gota me oriz. Orizi që kam përdorur në këtë rast është oriz kokër gjatë ose oriz basmati, siç quhet ndryshe. E trazoj mirë për të paktën 1 minutë në zjarr mesatar. Tani do të shtojmë ose krip ose mund të shtoni nga këto erëzat që përdoren për pilaf ose buljon me erëza pule. Dhe tani është koha që të shtojmë edhe ujin e nxehtë. Në këtë rast un kam përdorur 5 gota me ujë të nxehtë. E di që gjithmonë përdoret raporti 1:2, por gjithmonë unë preferoj që këtij raporti t'i shtoj edhe 1 gotë tepër me ujë. Pra në rastin tim, duke qenë se kam përdorur 2 gota me oriz, kam shtuar 5 gota me ujë të nxehtë. Pasi kam shtuar edhe ujin, tani orizin do ta lëm që të ziejë në zjarr mesatar për të paktën 10 ose 15 minuta ose derisa të shikoni që e ka pirë të gjithë ujin. Në momenti që në tenxhere nuk ka më ujë, ta ulim zjarrin në minimum dhe sipër pilafit do të vendosim peceta kuzhine. Tani do ta vendosim sërish kapakun sipër pecetave të kuzhinës
dhe do ta lëm në këtë mënyrë orizin për të paktën 10 minuta të tjera. Pas 10 minutash, orizin e keni gati. Më besoni që në këtë mënyrë pilafi del fantastik. Tani do të përgatisim edhe recetën e tretë. Recetën e tretë në fakt mund ta quajmë kebab në furrë me pak lang. Për këtë recetë do të përdorim rreth 400 gram mish të grirë, gjithsesi kjo varet edhe se sa antar jeni në familjen tuaj, dhe tek mishi i grirë do të shtojmë erëzat sipas dëshirës. Unë në këtë rast kam përdorur pak piper të kuq, piper të zi, kam shtuar krip, kam shtuar pak erëza specifike që quhen 7 erëzat, kam shtuar pak majdanos të thatë. Gjithsesi jeni të lirë të shtoni apo të hiqni erëzat tuaja që preferoni më shumë. Gjithashtu kam shtuar edhe 2 lugë gjelle me vaj për ta bërë sa më të butë përbërjen e mishit të grirë. Tani të gjithë përbërësit i përziejmë së bashku për të formuar një masë homogjene dhe në momenti që të gjitha erëzat janë përzier mirë, tani në një tepsi do të shtrojmë një letër kuzhine të cilën më parë e keni lagur me ujë dhe i keni shtrydhur mirë. E vendosim mishin e grirë sipër letrës së kuzhinës, i japim një formë gjatësore me duar, siç e shikoni dhe në video, dhe më pas i mbyllim anët e letrës në një formë të tillë siç e shikoni edhe në video. Tani tepsin, siç e keni direkt, do ta fusim në furrë për të paktën 25 minuta në 200 gradë Celsius. Siguroni që më parë furra të jetë e nxehtë përpara se të fusni kebabin në furrë dhe gjatë kohës që kebabi piqet në furrë, ne do të përgatisim edhe salcën që na duhet për këtë recetë. Për këtë në një tas do të shtojmë një lugë gjysmë gjelle me salcë speci ose salcë domate, do të shtojmë pak krip, pak hudhër të shtypur, si dhe pak nene xhik ose mëndërs ose nane si quhet ndryshe, dhe një gotë me ujë. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe tani salcën e keni gati. Pas 25 minutash e heqim kebabin nga furra, e hapim letrën e kuzhinës me të cilën kemi mbështjellë kebabin. Dhe tani kebabin që kemi mbështjellë në furrë do ta presim në feta të holla ose të trasha, varet nga dëshira juaj. Të gjitha fetat që ne presim i vendosim në një tepsi dhe sipër do t'u shtojmë salcën që kemi përgatitur. Tani kebabin do ta fusim sërish në furrë për të paktën 15 minuta të tjera. Mund ta mbuloni sipër me një letër kuzhine ose mund ta fusni direkt ashtu, por duke mbuluar me një letër kuzhine, edhe kebabi del më i butë, por ruani edhe furrën që të mos u bëhet pis. Më pas, kebabin e heqim nga furra dhe i keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Më besoni që në këtë mënyrë mishi del shumë i butë, kebabi nuk thahet dhe ka një aromë dhe shije fantastike. Tani të gjitha recetat i kemi gati, nuk na ngele gjë tjetër veçse t'i servirim ato për familjen tonë. Gjithashtu për këtë menu iftari kam përgatitur edhe një sallatë me perime që kisha në shtëpi. Dhe për ëmbëlsirë kam servirur hurma arabie. Siç e patë edhe vetë, një menu shumë e thjeshtë me receta shumë të lehta, të cilat përgatiten fare kollaj, pa lodhje fare, por që ka një shije shumë të mirë. Unë shpresoj shumë që këto receta t'ju kenë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni t'u jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.